Zoti bekoft Republikën tonë. Ju falenderoj shumë. Pengesa në rrugë u largua e dera u hap sërish, por trokitje nuk mori menjëherë. Vetë se shpejt pas rikonfirmimit si kryetari i Lidhjes Demokratike, Lumir Abdigjiku pritet t'i kthejë tavolinës së negociatave me Albin Kurtin e vetëvendosjes. Muhabeti do t'jetë për konstituim institucionësh për çka po pret thirrje. Nuk ka ndonjë ftesë tani me që janë përmbyllur edhe proceset për çka ne i kishim ndërprerë dialogun ton me vetëvendosin për sa i përket institucioneve. Sapo të kemi një takim edhe të kemi dialog edhe marrëveshje do t'u bëjmë nëse do të ketë marrëveshje të tilla. Aty LDK synon që të mos ia lë partisë në pushtet krejt postet më të larta të vendit. Partisë qeverisëse të mos i takojnë 3 pozitat kryesore me qëllim të ruajtjes së balansit politik. Kush çka do të drejtojë nëse mirën vesh nuk dihet, me që tash për tash një dakordim mes tyre u mohua të jetë arritur. Nuk ka marrëveshje në parim, ka pas një takim të parë, i cili siç është bërë me dije edhe për publikun edhe nga ana e kryeministrit Kurti edhe nga ana e zotit Abdigjiku, ka qenë në një frymë konstruktive që ka qenë shpresdhënëse për diskutim tutje, deri më tani nuk ka asnjë dakordim për pozita të caktuara. Poste nuk do një tjetër parti që nëse nuk i plotësohen kërkesat e paraqitura, vot pro nuk ka. Nëse nuk merren parasysh qëndrimet tona, kërkesat tona legjitime, absolutisht ne nuk bëjmë vegël, se si jem vegël. Ne tash u bëm parti e respektume. Ka qa parti e respektume, për një parti e cila nuk uftejken takime u bë respektume. As me kushte e as pato, në këtë proces nuk hyn subjekti i dytë politik që thonë se votimi i shefit të shtetit ka edhe një efekt pas vete. Çështja e presidentit nuk është një vend pune. Zgjedhja e presidentit i mundson Albin Kurtit qeverisje 4 vjeçare. Për ne, po atë sa është i rëndësishëm presidenti, është raporti me SBA-t, është gazi amerikan, është sektori privat, liria e mediave, mbrojtja e demokracisë. Takimet për kuvendin, qeverin e presidentin u zhvilluan krejt në fillim të afatit, një me PDK-n e tjetri me LDK-n, derisa Alianca kishte refuzuar ftesën e Albin Kurtit.